Kemi rikthyer tashmë në transmetim pjesën e dytë të emisionit, kur sigur se thash, do të kem një intervistë me Ilir Medën, kreu i Partisë Lirisë. Intervista, unë i kam dërguar pyetjet rreth 20 ditë më parë vërësisht, ai është përgjigjur me shkrim, kështu që nuk mund të quhet intervistë mirëfillt në kuptimin e pyetje përgjigjeve në kohë reale, dhe ne përmes inteligjencës artificiale e kemi arritur të ndërtojmë imazhin dhe zërin e tij në përgjigjet e këtyre pyetjeve që ai ka dhënë me shkrim. Pra këto janë pyetjet dhe përgjigjet me shkrim. Pyetja e parë, zoti Meda, përse vendosët që të hiqnit emrin tuaj nga lista e sigurt dhe të hynit kandidoni në një listë të hapur? Ja përgjigja e Medës. Faleminderit, Bendi. Unë e kam thënë deklaruar publikisht në konventin e Tiranës në mesazhin tim me audio se do të jem me listë të hapur në qarkun e Tiranës, edhe ndërmjet të votuarit madje. Natyrisht që kjo ka qenë një kërkesë e kryesisë Partisë Lirisë, por edhe sugjerimi i arsyeshëm i drejtuesve të PD-s etj. Për të qenë në listë të mbyllur, duke patur në konsiderat izolimin tim ekstrem dhe pamundësinë për të bërë një fushat në kushte të barabarta apo të pranueshme. Por unë nuk mund të pranoja kurse si, e për çdo arsye se në vitin 2008 kam rrugëvuria në parlament, bashkë me disa kolegë të tjerë, kundër ndryshimeve kushtetuese, ju e dini, të cilat sollën edhe listat e mbyllura të kryetarëve, që e kanë dobësuar kaq shumë parlamentarizmin, llogaridhënien dhe përfaqësimin e qytetarëve. Ashtu. Ky është gjithashtu një rast i mrekullueshëm për të arritur një rekord të ri të panjohur për të zgjedhur deputet nga qelia numër 10. Dhe unë e di se pavarësisht nga vështirësia ekstreme për të bërë fushat, rezultati do të jetë përtej çdo parashikimi optimist. Ju nuk bëni dot fushat, ju jeni në izolim. A e shihni këtë si një problem? Të gjithë shqiptarët e ndershëm edhe patriotë e dim përse unë jam në këtë izolim ekstrem edhe absurd. Të gjithë e din se rrëmbimi im kriminal ishte për të friksuar ata, edhe jo mua. Natyrisht, unë skenua 2 javë para fitores së pritshme, sipas tyre të Soros në SBA, në mënyrë që kukulla e tij atje të dilte në Zoom, të falenderonte kryeministrin kukull të Sorosit, këtu për parimet e mëdha në fushën e drejtësisë dhe arrestimet në nivelet më të larta, etj. I din gjithë. Kjo do të ndodhte gjatë prezantimit të një libri në Tiranë. Shqiptarët e din shumë mirë se unë jam më i lirë këtu në qelin numër 5, se sa ata jashtë kësaj qelie ku intimidohen, bullizohen edhe në përkëmbën çdo ditë nga një pamdë që nuk një as kushtetut dhe as një normë njerëzore. Dihet se të gjithë njohin. Ndaj, shqiptarët më 11 maj do të votojnë për lirinë e tyre në radhë të parë dhe një votë masive për Ilir Medën do të jetë pikërisht për këtë arsye. Edhe këtë jua garantoj. Partia e Lirisë duket që të ketë një firo të madhe. A keni frikë se do jetë më inferiore se sa rezultati i LSI-s në 2021? Kjo pyetje më shton në humorin i dashur Blendi. Nëse Partia e Lirisë ishte e keq, pse duhet rrëmbyer në mënyrë kriminale Ilir Meda atëherë, Ma shpjegon dot njëri këtë. Unë kam qenë në hetim nga Altin Tumani që në dhjetor të 2019-s, me porositë Ramës edhe me Konigallit. Asnjëherë nuk u jam shmangur drejtësisë edhe as pakut. Çështja Çezdia i takon vitit 2010 dhe është gjykuar brenda vendit edhe me gjykatën e arbitrazhit në Vjenë dhe nuk ka asnjë lidhje në mua. Kjo është e vërtetuar. Ajo ka qenë një marrëveshje midis Çez, kompania publike e Çekisë, edhe Dia, një kompani private. Po kështu është e provuar që kjo lidhje është krijuar përmes partneres amerikane të zotit Ismaili dhe nuk ishte asnjë lidhje me personin tim. Po kështu dihet që me zotin Ismaili kam patur shoqëri që nga viti 1993 ose 94, s'më kujtohet mirë.
Ashtu si që dihet që me ty dhe më luetur që fëmijët e obori i shkollës kuqe. Por as unë dhe as ti nuk bëjmë përgjegjësi për njëri tjetrin, por vetëm për veten. Ndaj të jesh i bindur, i dashur Blendi, se rezultati i Partisë së Lirisë do të jetë surprizë dhe mos harro se kam surprizuar edhe herë tjera. Si për shembull, kur të dash parashikimin në garën që sajoi Nanën në KPT pas zgjedhjeve për kryeministër, ose në 2013-ën, kur më pyesi gjithmonë ato si merrnim shtafenjistat e 2 mandate, pasi sipas rezultateve 2009 se sondazheve, kaq ishte maksimumi. Apo në 2017-ën, kur pas 17 majit të famshëm Edi dhe Luli, u bën bashk për të shuar LSI dhe ajo u shtua me 19 mandate, edhe 213.000 vota. Jemi dakord? Por këtë surprizë jam i bindur që s'do harro se është nga qelia numër 5, ama mos harroni. Politika është kimi, edhe jo aritmetik. Dhe tani ka hyrë në lojë kimia e patriotëve kundër aritmetikës së mercenarëve. Dhe cilat janë pritshmëritë tuaja? Sa e mendoni ju rezultatin këto zgjedhje? Pritshmëritë mia janë të qarta. Koalicioni ynë mbi 80 mandate dhe Partia e Lirisë 12 mandate. Pra, 4+8. Rama duket se po shkon drejt një fitoreje të 4. Është aftësi e tij apo është paftësi e opozitës për ta frenuar atë? Rama po shkon drejt humbjes së sigurt. Ai ka fituar vetëm një palë zgjedhje. Por vetëm për shkak të koalicionit me LSI në 2013. E dim gjithë. Pastaj dihet, ai bashkë me Gonigalin kishin marrë peng me dosje ruse atë, që të vinjente edhe për orën, i cili i shiti zgjedhjet e 2017 dhe 2021 dhe dogji mandatet për t'ia dhënë gjithë pushtetin, edhe drejtësinë e Tiranës, madje edhe të gjitha bashkitë. Ashtu. Pra, Rama nuk ka fituar zgjedhje, por ka bler leadershipin e opozitës dhe garat ishin të shitura. Tani ama është krejt ndryshe. Ja, shiko listën e Tiranës, që të kuptosh se sa i sigurt është Rama në humbjen e tij. Dikur e vendoste veten të 8-in në Durrës, se e kishte krijuar skemën perfekte me bandat e tij të grabitjes inxhinierike të votës. Ndërsa tani i pari në bunkerin e Tiranës. Shikoj edhe listën e hapur në Tiranë, ku të gjithë ata që i kujtonin përse në vjetër, i ka bërë dalje përfundimisht, në mënyrë që askush mos i kërkojë llogari nesër. Ndoshta përveç zotit Gjuzi. Ku janë qarqet që Partia e Lirisë ka më shumë pretendime, ose pretendon të marrë më shumë vota? Partia e Lirisë synon dhe do fitoj 8 mandate në 8 qarqe të vendit. Për arsye se në 4 qarqe nuk ka kandidat për shkak të sakrificave që kërkon koalicioni. Kjo kuptohet. Por rezultatet tona do të jenë fantastike në qarkun e Tiranës, një përmbyshje spektakolare në qarkun e Beratit me zotin Lefter Maliqi, dhe pa diskutim me lezh me Viktor Tushën, një personalitet i spikatur edhe me plot kontribute. Në qarkun e Korçës me doktor Gentian Çalën, një mjek i jashtëzakonshëm dhe intelektual i nivelit më të lartë. Në Durrës po ashtu me një kampion të mirënjohur të atletikës si Adrian Hoxha, në Fier me kryekëshilltarin tonë Arben Çuko, në Elbasan me zotin Dashamir Xhixha, një ndër themeluesit e parë të LSI-s, dhe qershia mbi tort, këshilltarja jonë në Bashkinë Shkodër, zonja Elmira Ndërvashaj. Por prioritare për Partinë e Lirisë, edhe për mua, është vota për koalicionin, sepse sa më e thellë fitoria, aq më i madh numri i mandatave, aq më i lartë probabiliteti për Partinë e Lirisë për të fituar mandatin e saj në çdo qark. Kjo vlen edhe për PD-jun, për PD-njën, për rën, e tjerë. Pra, këtu jeni. Zoti Meta, a e besoi në vitin 2000, kur Rama ishte ministër i yti, që ai do dominonte politikën kaq gjatë? Nuk e kam besuar kurrë se Shqipëria do të kthehej kaq prapa, sa ka 3 vjet që nuk zgjedh as avokative popullit. Apo që kryetari i gjykatës kushtetuese ti drejtohet Komisionit Venecias se kur i mbaron mandati, apo se antarët e gjykatës kushtetuese do vetoheshin dhe noterja të lana, siç ndodhi në vitin 2019. Apo që bashkëmoshatari ynë Arben Ahmetaj do shkolte azilam në Zvicër se doni ta bënin me paherë kurban për inceneratorin që nuk ekziston, edhe për cilin ai vërtet nuk ka asnjë fajxhan. Por
tani këto ndodhen dhe secili ka përgjegjësitë e veta. Dhe secili do të marrë ata që i takon. Por personalisht jam në atë pozicionin e atij çobanit që nuk është i zgënjur me ujkun që i hëngri delet, por me qenin që u bashkua me ujkun kundër deleve. Kontrollori i kontrollorëve është sfida më e madhe për çdo drejtues, por edhe që sistemi të mos degradojë. Po kështu nuk duhet harrojmë se në nivelet e larta zakonisht nuk ka gabime, por tradhti. Si është jeta juaj në izolim? Me se merreni gjatë ditës në paraburgim? Dita ime është fantastike. Më duket sikur jam kavalishent. Gjithë ditën lexoj, edhe shkruaj. Po kështu 3 herë në ditë bëj lëvizje edhe stërvitje si kurrë më parë. Për herë të parë madje në jetën time kam mësuar të gatuaj se kur nuk kam gatuar në konvikt. Ç'është e drejta? Kam mësuar gjërat e jashtëzakonshme, Blendi, që do të më ndihmojnë shumë për të ardhmen dhe për të jam shumë i sigurt. Nuk e konsideroj absolutisht kohë të humbur, por kohë të fituar. Natyrisht që kam parë edhe se sa njerëz pafajshëm ndodhen këtu, vetëm që dikush të mburret me statistika, të cilat vrasin në jetë njerëzish edhe familjaresh. Dhe është e turpshme. Duhet një reforme e vërtet në sistemin e burgjeve edhe të paraburgimit, pasi mbi 60% e njerëzve këtu ose janë të pafajshëm, ose mund të hetoheshin në gjendje të lirë në fakt, pranë familjarëve tyre. Duhet rishikuar kodi penal dhe gjithë politika penale, në fakt, e cila lejon shumë abuzime në interpretim edhe shkatron jetë njerëzish, për të cilat askush nuk mban në përgjegjësi. Po kështu, duhen të vishuar pagat e policëve të burgjeve, sepse kanë një punë me shumë tension edhe paga skandaloze, përveç se edhe vaktin e premtuar prej kohësh nuk e marrin. Harrova të them se në ping-pong jam më mirë se kurrë në jetën time, duke mundur edhe sportist nga Nigeria madje. Po këtë që pas ka sportist nga Nigeria në burg nuk e dija, por pyetja tjetër është, arrestimi juaj pati shumë kritika, por policia u mbrojt me idenë se ju e kundërshtua dhe nuk pranuat të shoqëroheshit prej tyre. A është e vërtet kjo? Cila polici? Ajo me maska apo pa maska? Ata ishin vetëm bandit me maska, pa numër identifikimi, që nuk u prezantuan, por vetëm ulërinin dhe që nuk paraqiten asnjë cop letër të firmosur nga SPAK ose nga vetë policia e shtetit paktën. Po kështu, ajo që ju keni parë në videot e shpërndara nga Edi Rama, ishte vetëm një sekuencë përfundimtare e gjithasaj maskarade kriminale. Sepse ajo sken bllokimit të trafikut e të kontrollit të makinave ka ndodhur për minuta të tëra, të paktën 200 metra larg makinës sime, që ju e shihni edhe ne nuk po kuptoni se s'po ndodhte në fakt. Nëse këto ishin forca speciale që po kërkonin me një bos të kartelit të Sinaloas, apo këta ishin bandit të vërtet që kishin dalë për grabitje. Janë 10 e qindra qytetarë dëshmitarë të atij terrori që përfundoi te makina ime me olerima dhe automatik të rëndë. Dhe e tupshme. Ndërkohë, unë kisha lajmëruar në Facebook konferencë shtypi, dhe në orën 14 më priste për drek një ambasador një vendi të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që unë nuk kisha asnjë gardist të makinë, dhe ata kishë lajmëruar që unë isha në Prevall për fundjavë, ku bëra edhe shumë postime në rrjetet sociale. Si mund të ketë justifikim për një akt të tillë? Vetëm banda e Sorosit mund të pjellë justifikime të tilla. Po do e marrim përgjigjen më 11 maj. Pastaj kam 2 pyetje unë për ju. Si nuk u gjen një makinë policie për të futur ish presidentin e Republikës, por e rrëmbyer me makinë private? E po kështu, këta bandit që pretendojnë se ushan, e kishin më të lehtë të hynin me kamera profesionale në një makinë ku askush nuk kishte armë, apo me automatik të rënd. Prandaj 11 maj do të jetë një referendum kundër kësaj bande kriminale. Kam një pyetje pak më të vështirë. Avioni Endet Besoni, se ish bashkëshortja juaj, ka bashkëpunuar ose i ka dhënë dokumenta SPAK-ut? Unë jam shumë i qetë, se askush nuk e ka mundësinë të më tradhtojë për arsyen më të thjeshtë se nuk ekziston asnjë dokument dhe asnjë akt ligjor i Ilir Metës në 33 vite jetë publike dhe private. Po të ekzistonte një i tillë,
jo vetëm nuk do kishit parë atë skemë kriminale rrëmbimi, që as prindrit e një vrasësi nuk e meritojnë të shohin televizor për fëmijën e tyre, por do kishte nisur gjykimi me kohë, kjo dihet. A keni dëgjuar gjë ju që Ilir Metës i kanë sekuestruar në 1 lek, apo euro, apo gazonjene? Tradhtarët i përdorin të gjithë, por edhe i neverisit të gjithë. Apo, që ka njerëz që kanë qenë në LSI dhe ja marrë penga SPAK, këtë e di gjithë Partia e Lirisë. Një për tyre se edhe në listë për deputet të Rilindjes tashme. I thirrur disa herë në SPAK për lëbimet për shkak të detyrave të tij, por edhe se mbulonte madje financat e LSI-s. Këtë e dim. A kishe në LSI persona që pas hetimeve të SPAK-ut bën çdo gjë për të minuar Partinë e Lirisë duke vendosur edhe përgjuese në Seli? Po, dhe këtë e din të gjithë. A u bën përpjekje nga këta për të sabotuar konventin e Partisë së Lirisë kundër nepotizmit më 27 prill të vitit të kaluar? Po, edhe të shtuan me sukses. A kishte në Partinë e Lirisë nga ata që thoshin se Meta do arrestohet sot e nesër, ndaj mos e mbështesni, se nuk e duan amerikanët? Soros, me një fjalë. Po, kishte. Po nga ata që pas arrestimit të Metës thërrisnin anëtar të KTK-s për të skarkuar Teddy Blushin, agjenti rus gjasme? A kishte? Po, por ata ishin edhe mbetën sufllaqe xhinj të pa vlerë e të pa nder, që kanë qenë një kosto shumë e madhe për mua edhe për Partinë e Lirisë. Ashtu. Ata tani janë fiks të Partinë e tyre, të njerëzve pa dignitet edhe pa karakter, që kurrë nuk kanë besuar në një ideal apo ide. Kryeministri Rama ka hedhur sfundmi disa akuza ndaj SPAK. Berisha ka qenë gjithnjë kritik. Ku qëndron, sipas jush, forca e SPAK kur 2 liderët kryesor duken kundër saj? Me çfarë ka thënë zoti Veliaj për kolegët e tij të SPAK-ut, na e ka bërë të pamundur të bëjmë kritika për SPAK-un. Por, kishte disa vargje Majakovski. Kur themi partia, nënkuptojmë Lenini. Dhe kur themi Lenini, nënkuptojmë partia. Ndaj, kur themi SPAK-u, nënkuptojmë Rama, Agaci. Dhe kur themi Rama, Agaci, nënkuptojmë SPAK-un. Për Veliajn, SPAK-u nuk kishte nevojë për 365 faqe, por i mjafton dhe vetëm një faqe. Pikërisht firma e tij në vitin 2017, për inceneratorin e Tiranës që nuk ekziston. Ndërsa për Ramën do mjafton dhe vetëm një firmë. Ajo e shpalljes së kompanisë fituese, kur ende nuk ishte lindur apo nuk ishte regjistruar si kompani. Me fitoren e 11 majit, drejtësia i kthehet shinave kushtetuese dhe veneciane. Ndërsa për Edi Ramën premtojnë proces të rregullt ligjor, transparent, edhe të monitoruar nga organizatat ndërkombëtare. Dhe keni fjalën time për këtë. Ju e dini, kur jep fjalën Ilir Meta. Ashtu. Sa e vështirë është të kalosh nga president, kryeministër, kryetar partie në i burgosur në qelin numër 5? Isha i përgatitur për këtë që do të ndodhte. Edhe i kisha paralajmëruar gjithë miqtë e mi të vërtet. Prandaj konventin e 27 prillit e organizova befasisht e po kështu edhe ndryshimet statutore e programore në një kohë rekord. Jam i bindur që qelia ime mban numrin 5, sepse më kujton çdo ditë 5 prioritetet për 4 milion shqiptar plus, programin kaq ambicioz edhe thelbësor të Partisë së Lirisë. Gjatë krizës së Kosovës, për 2 muaj në Kukës, kam kaluar situatë shumë të vështira, kur flija në zyrën e prefektit, duke vendosur 2 koltuqe tek përballë njëri tjetrit. Kurse këtu më duket lule. Çfarë i kanë mësuar këto muaj izolimi Ilir Metës? Çfarë ju kanë mësuar ju? Në korridoret e burgjeve kanë takuar njerëz shumë më me vlera dhe më me karakter se sa në korridoret e politikës. Po. Kështu kam kuptuar edhe ndjer atë që thoshte Musineko Kalari, se lirin duhet ta kërkojmë brenda vetes. Dhe unë, fatmirësisht, ndjemi lirë. Një mëngjes, kur hyra te salla e ping-pongut, lexova në tabelë që ishte shkruar I lirë means freedom. Falenderova edhe një herë nënën time që zgjodhi këtë emër për mua. Blend, edhe unë të falenderoj shumë për këtë mundësi që më dhe. Falenderit dhe njerë ishte kjo intervistë e kryetarit Partisë Lirisë, ish presidenti, ish kryeministrit Ilir Meta,
të cilën e ka dhënë me shkrim nga qelia e tij numër 5 në paraburgim dhe që përmes inteligjencës artificiale ne e sollëm me zë dhe imazh. Ne do kalim spotet e dyta publicitare dhe u rikthehemi për një intervistë online me Imam Ensar Sinanin nga Hamburgu i Gjermanisë, një imam i cili predikon kryesisht islamin tradicional, të patrazuar nga radikalizmat dhe gjithë shizmat e tjera të viteve të fundit. Dëgjojeni se është një prej intervistave interesante marrë në kuadër të muajit shenjtë Ramazanit dhe natës Kadrit sot. Dhe përmes së interviste uroj të gjithë besimtarët musliman edhe një herë për muajin e Ramazanit dhe për natën e Kadrit.